Raporti I fundit I pabarazisë globale publikuar nga World Inequality Lab tregon një realitet të ashpër. Bota është futur në fazën më ekstreme të pabarazisë ekonomike që nga fillimi I shekullit 21. 10% më të pasurit e planetit kontrollojnë 3/4 e pasurisë globale, ndërsa gjysma më e varfër ka në dorë vetëm 2% të saj. Ky është një sistem ku një elitë shumë e vogël grumbullon shumicën e kapitalit, ndërsa pjesa tjetër e njerëzimit lufton për të përmbushur nevojat bazë. Amerika Latina, Afrika e Jugut dhe disa ekonomi të mëdha aziatike shfaqin nivelin më dramatik të pabarazisë, ndërsa edhe vendet e pasura perëndimore, përfshirë SBA dhe disa shtete të BE-s, po përjetojnë një përqendrim në rritje të pasurisë. Megjithëse Shqipëria rrallë përfshihet në raportimet ndërkombëtare për shkak të mungesës së të dhënave të plota fiskale, panorama vendase është gjithnjë më e qartë. Pabarazia ekonomike është e lartë dhe në rritje. Të dhënat e Instat, Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Botërore tregojnë se 10% më të pasurit kontrollojnë afërsisht gjysmën e pasurisë kombëtare, ndërsa 40% më të varfërit e popullsisë bashkë fitojnë më pak se 10% të ardhurave. Ndërkohë Tirana ka një nivel pasurie që nuk krahasohet me pjesën tjetër të vendit. Çmimet e pasurive të paluajtshme janë rritur me ritme të padëgjuara, të nxitura nga ndërtimi, spekulimi financiar, parat informale dhe mungesa e taksimit progresiv të pronës. Ekonomia shqiptare po ndjek modelin e njohur oligarkik të vendeve me pabarazi të thellë, pak biznese të mëdha përfitues të koncesioneve, PPP-ve dhe tenderve me pak konkurrencë. Kanë fituar një ndikim disproporcional mbi politikën dhe vendimarrjen publike, ndërkohë pagat mbeten të ulta, kosto e jetesës është rritur ndjeshëm dhe klasa e mesme po të kurret. Kjo situatë prodhon emigrim masiv, shpesh si mekanizmi vetëm ekonomik për familjet shqiptare. Emigrimi po e varfron më tej kapitalin njerëzor të vendit, duke e lënë pas një treg pune të brisht ku të rinj dhe profesionistët e kualifikuar mungojnë. Pabarazia në Shqipëri ka edhe dimension gjeografik. Zonat të tëra rurale janë jashtë orbitës së zhvillimit ekonomik, ndërsa varfëria në veri dhe në zonat malore mbetet shumë e lartë se mesatarja kombëtare. Në këtë panoramë, ndikimi I oligarkëve, I ekonomisë informale dhe I mungesës së kontrollit shtetëror krijon një realitet ku pasuria rritet më shpejt se sa pagat dhe fuqia ekonomike përqendrohet tek një paketë. Kjo situatë nuk është vetëm ekonomike, është politike, shoqërore dhe strategjike. Vendet me pabarazi të lartë janë më të prekshme ndaj destabilizimit, polarizimit politik dhe humbjes së besimit te institucionet. Shqipëria nuk bën përjashtim. Rënia e besimit te drejtësia, te qeverisja dhe te sistemi ekonomik lidhet drejt për drejt me ndjesinë e padrejtësisë sociale, ku qytetarët shohin se pasuria nuk krijohet përmes punës, por përmes lidhjeve, monopoleve dhe favoreve. Në rang global, pabarazia e sotme është pasojë e një sistemi ku elitat financiare, teknologjike dhe politike veprojnë në një harmoni që shpesh I ngjan një arkitekturë të qëllimshme. Në këtë kontekst, shtetet e vogla, përfshirë Shqipërinë, rrezikojnë të mbeten gjithmonë konsumatorë të një rendi ekonomik që nuk e kontrollojnë. Kjo është arsye pse shumë analistë cilësojnë pabarazinë si sfidën kryesore të shekullit 21. Ajo prek demokracinë, ekonominë, sigurinë, migracionin dhe vetë funksionimin e shtetit. Shqipëria ka nevojë për politika të reja, taksim progresiv të pronës, luftë kundër informalitetit, forcim të institucioneve, mbrojtje të konkurrencës dhe investime të targetuara në zonat e varfra. Përndryshe, Hendeku do të thellohet dhe vendi do të përballet me pasoja të pakthyeshme shoqërore dhe demografike.